Islami dhe mjekësia. Për të shëruar plagë dhe sëmundje ka mënyra të ndryshme, ashtu siç sëmundjet janë lloj-lloje, si sëmundja akute, përkohshme dhe kronike, e vazhdueshme apo letale vdekjeprurëse. Të gjitha sëmundjeve Allahu Zoti i Gjithësisë u ka gjetur shërimin, bile edhe vetë vdekjes. Ndoshta çuditemi pse edhe vdekjes, por sepse edhe pas vdekjes na ka sqaruar sistemin dhe katalogun se çfarë do të pasaj dhe si të përgatitemi për të, si një proces normal i njerëzimit. Në botën antike greke, Hipokrati njihet si babai i mjekësisë, kurse muslimani Ibn Sina dha një kontribut aq të madh për mjekësinë saqë tërë Europa dhe bota mësoi nga mësimet e tij dhe konsiderohet si themeluesi dhe vënësi kur themelit të mjekësisë. Kështu vlen të përmendet libri i tij Kitabu Shifaje, libri mbi ilaçet dhe bana shëruese. Një libër i arrir për kohën e sotme e jo të flitet për shekullin e 10, ku mjekësia e Ibn Sinës arriti kulmin. Mjekësia është shumë e vjetër sa vetë njeriu. Ne e dim se mjekësia popullore ishte shumë efikase për kohët e hershme, por dhe mjekësia nga mrekullitë e pejgamberëve ishte shërbim special që bëhej nga ata me lejen e Allahut. Këtu kemi shembullin e pejgamberit Isa a.s. i cili shëronte të sëmurët nga lebroza si dhe u kthente të verbërve shikimin. Të gjitha ilaçet dhe shërimet kanë burim nga Kurani dhe Suneti, ashtu si dhe në të kaluaren ku umetet, popujt e librave të mëhershëm gjenin zgjidhje për ilaçin e jetës. Në Zebur, Psalmet, Teurat, Tora apo në Injil, Bibel, ndërsa ne në Kuran e Sunet. Një ndër emrat e Kuranit është Shifa, shërues, i cili shëron zemrat e plagosura dhe të njollosura nga gjunaja duke i zbutur ato dhe duke shtuar imanin me dritë dhe duke hapur horizontin e kuptimit të realitetit të sotëm ku jetojmë, duke qenë në të njëjtën kohë dhe furkan, dalluesi së vërtetës nga kota. Ibn Qayyim el-Jauzi shkroi një libër me titull Mjekësia e pejgamberit Muhamedit a.s. Një vepër gjenjale studiuar dhe shkruar mirë nga ky dietar musliman, ku aty është një botë të tërë shpjegimesh rreth Islamit dhe mjekësisë, vlen të theksohet edhe fara e zezë, ku i dërguari i Allahut ka thënë: përdoreni rregullisht farën e zezë, sepse ajo përmban në vete ilaç për të gjitha sëmundjet përveç vdekjes. Allahu fuqiplot ka zbritur një surën e Nahl ku flet për bletën dhe thotë: nga barqet e tyre të bletëve del një lëng, ngjyra e të cilit është ndryshme, me në të cilin ka shërim ilaç për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë. Mjekësia pejgamberit Muhammed, e cila është paraqitur në këtë libër, ka të bëjë me aspektet fizike dhe psikike të shëndetit të njeriut. Këtu janë përshkruar dy lloje themelore të sëmundjeve të shpjeguara në Kur'an: sëmundjet e zemrës dhe sëmundjet e trupit. Ibn Qayyimi thotë se në shëndetin trupor ekzistojnë 3 rregulla themelore: mjekësia parandaluese, heqja dorë nga gjërat e dëmshme dhe pastrimi i trupit nga sekrecione të dëmshme. Vlen të përmenden disa hadithe të pejgamberit a.s. ku tregohet për kushtimin dhe dija e lartë të muslimanëve për mjekësinë. Sipas hadithit të Iman Malikut, i dërguari i Allahut në një rast ka thënë: ai që ka krijuar sëmundjen e ka krijuar gjithashtu dhe ilaçin. Transmeton Abdurrahman ibn Auf, që ka dëgjuar pejgamberin e Allahut duke thënë: kur dëgjoni që në një vend është paraqitur murtaja, mos shkoni atje. I dërguari i Allahut ka thënë: barku është shtëpi e çdo sëmundje, ndërsa maturia është koka e çdo ilaçi, prandaj përvetsojeni këtë traditë. Muslimi ka shënuar në Sahihun e vet hadithin që ka treguar Xhabir ibn Abdullahu, ku thuhet se i dërguari i Allahut ka thënë: çdo sëmundje ka ilaç, njohja e ilaçit e vërtet do ta shërojë sëmundjen me lejen e Zotit. Abdullah ibn Umeri transmeton hadithin që i dërguari i Allahut ka thënë: fuqia e temperaturës është ajo që djeg fuqishëm sikur të jetë lëshuar nga zjarri përvlues i xhenemit, prandaj duhet që ta ftoni me ujë. I dërguari i Allahut thotë: çdo musliman të cilën e godet ndonjë fatkeqësi, qoftë sëmundje apo diçka tjetër, Allahu me ta ja shlyen të keqijat e tij, mu ashtu siç i largon druri gjethet e tij. Mjekësia islame i dhuroi shumë mjekësisë botërore, si nga mjekësia shpirtërore ashtu edhe nga ajo popullore, dhe mjekësia banave dhe ilaçeve, ku muslimanët ishin të parët që i përpunuan mësimet greke të paformuluara duke i përcaktuar dhe trazuar ato në themelet e tyre. Mjeku musliman duhet të jetë 2 herë human, sepse ne e dim se parimi i mjekut është humanizmi.
Kurse sot, kur mjekët janë jashtë islamit, e kanë bërë mjekësinë tregti, duke haruar parimet njerëzore, se kush bëhet sebeb për të shpëtuar një njeri është sikur të shpëtojë tërë njerëzimin. Mjeku sot i cili nuk e njeh islamin dhe njerëzoren e keq trajton pacientin dhe nuk i jep rëndësi punës sepse ai nuk e ka frikë Zotin, sepse Zoti i tij është bërë materia. Allahu na ruaj nga kjo, kurse muslimanët dhe islami na mëson të jemi të ndershëm në profesionin dhe të bëjmë edhe punë humane, falas dhe vullnetare. Allahu na bëft prej të mirëve. Amin.